Tuneli Llogaras u hap sot në orën 9 pa pagesë deri më datën 15 shtator për automjetet që udhëtojnë drejt Dërmiut dhe më në jug të Shqipërisë. Me një gjatësi prej 5.9 kilometrash, ky tunel shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Bregdetit të Jugut. Distanca nga Dukati në Palas, që deri dje bëhej për 45-30 minuta, tani do të përshkohet nga qytetarët në vetëm 7 minuta. Tuneli Llogaras përbëhet nga 2 tunele, tuneli kryesor dhe ai i emergjencës. Si tuneli kryesor, ashtu dhe i emergjencës kanë 11 tunele lidhëse me njëri tjetrin në gjithë gjatësinë e tyre. Tuneli Llogaras ka një shpejtësi rreth 80 km/h. Ai kishte qenë i mbyllur për 7 muaj për shkak të punimeve në tunelin e emergjencës. Qytetarë të shumtë dhe automjete ishin mbledhur që në orët e para të mëngjesit për të kaluar për herë të parë nëpërmjet tunelit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku njoftoi dje hapjen e tij vetëm për automjetet, jo për mjetet e tonazhit të rënd. Përshëndetje nga tuneli Llogaras. Nesër shtunë në orën 9, datë 24 maj, tuneli do të jetë i aksesueshëm për të gjitha automjetet, për trafikun që vjen dhe shkon në jug të vendit, përveç automjeteve të tonazhit të rënd. Tuneli do të jetë pa pagesë deri në 15 shtator, në mbështetje të plotë të industrisë së turizmit, e cila tashmë ka filluar të konsolidohet. Kjo tregohet qartë edhe nga numri i gjithë njësive të reja të hotelerisë që po hapen në jug të Shqipërisë. Kështu që duke filluar nga nesër, faciliteti i kalimit në tunel do të jetë i disponueshëm për të gjitha automjetët.